Dita e sotme e Shën Joan Vladimirit na mbledh të gjithëve së bashku në këtë ngjarje të bukur. Është dita e martirizimit të tij. Sipas traditës, ky ishte një vend këtu në Shijon, afër qytetit të Elbasanit, pranë këtij porroji të kushtes që quhet, në të cilin shenjtori vinte edhe i pëlqente ky vend. Sipas traditës gjithashtu, një shqiponjë me një kryq qëndroi këtu edhe la këtë kryq, edhe në këtë vend shenjtori ndërtoi një kishës të vogël që ja dedikoi Hylindëses Mari. Kjo kishë më vonë u bë edhe baza e ngritjes së kësaj kishe të madhe, edhe këtij manastiri, vite më vonë ose shekuj më vonë, nga një princ arbëror i cili ja dedikoi Shën Joan Vladimirit. Arsyeja është sepse pavarësisht se ai vinte nga një vend më larg se sa rajoni i Elbasanit, por ai u bë i dashur siç bëhen shumë shenjtorë. I dashur edhe për neve këtu në qytetin e Elbasanit, dhe padyshim manastiri i ka dhënë këtë bukuri edhe këtë veçanti kësaj feste. Kënaqësia e këtij panajiri për herë mbetet bashkimi së bashku të gjithë besimtarëve, jo vetëm nga Elbasani edhe nga vendi ynë, por edhe nga rajoni, siç është Mali i Zi ose Maqedonia e Veriut, Serbia, edhe vende të tjera, Greqia, të cilët nderojnë këtë shenjtor, edhe sidomos është e rëndësishme shembulli që ai dha. Ishte shembulli një prisi i cili kujdeste për popullin e tij. Ai sakrifikonte gjithçka për hatër të tyre, madje edhe jetën e tij, patjetër edhe pushtetin edhe çdo gjë tjetër. Ky është një shembull të cilën duhet ta kemi të gjithë ne, që kemi përgjegjësi dhe patjetër edhe ata që janë në poste dhe detyra politike të rëndësishme, sepse në radhë të parë duhet të jetë qëllimi për të shërbyer njerëzve. Nuk është e lehtë dhe ndonjëherë ka dhe sfidat e veta, por Zoti na ka thënë që kush është në krye duhet të jetë shërbëtori i të gjithëve. Dhe ky është parimi që duhet të ndjekim edhe ne, të cilin ndoqi dhe Shën Joan Vladimiri. Me rastin e kësaj dite urojmë të gjithë besimtarëve dhe dashamirësve gëzuar ditën e Shën Joan Vladimirit, kërkojmë ndihmën edhe mbrojtjen e tij. Amin.